Përshëndetje mi të dashur, ju përshëndet Dangeli nga Diaspora Flet. Shkojnë ajde në radhës Blerta Kodra Delio, sepse ndëgjova një emision kur e ka qujt ushtrisë lindore terroriste, sepse qashtu i bjen mi të dashur. Po për me kuptu më mirë, shkojmë dhe dëgjojmë i lutëm videonet e diskutojmë së bashku, sepse me të vërtet është merruse. Një deputete nga PDK-ja, vetëm se këta janë të vëvës, me akuzuën këtë mënyrë, veç që Runa Zomiq. Shkojna me që lutëm, të dëgjojmë videon dhe të diskutojmë së bashku. Ministrja e Drejtësisë që sot vjen dhe flet për sistem drejtësisë në Kosovë, e kunati saj është i akuzuar për terrorizëm në Maqedoni, kur në CV-n tënde shkruan që punon. E qa ka kjo të bëj oj zoj me Albulin Haxhiun, e para, e dyta, për terrorizëm të jedi shumë mirë që i kanë akuzu, ata nuk janë terrorista. Një ushtar i ushtrisë, çfarë do ushtri e shlimtare që mundohet me shliru vendin e vetë, a nuk është terrorist. Ja promis se po thëmë i ka qujtë ushtarët e ushtrisë terrorista. Kjo është e pa tolerueshme me qa. Me të vërtet, kjo është e pa tolerueshme. Unë nuk e di ku ka marrë këtë guxim me thonë kjo midis parlamenti. Vetëm me mlef, pe mlefi, s'ka ku janë gjetë dikun tjetër, mënohet me ullë poshtë, me snjerëzu, po nuk mundesh bre, nuk mundesh jo ti, po asë një, nuk mundi Albulina Haxhiun me ullë poshtë. Përse nuk ka bo vepra, nuk ka vjetë si kur jo. Nuk ka shit tokë të Kosovës si kur jo, nuk ka bo pazare me tokë të Kosovës si kur jo. Nuk është kriminali si kur ti, si mas fjallet Sokolit. Ti di shumë mirë që ka thonë Sokol Alili. është tërp, o duhet me tarë tërp me thonë këtë fjallë. E miq, që kjo është PDK-ja, që kur s'munët, që shka thonë e, kur s'ka që a i bënë magarit i cilë Samarit. Nuk po kanë qësh me akuzu e ndrysh, që s'kanë vjenë, s'kanë bonë, nuk kanë faktet këqia, nuk kanë gjithmonë të mira për Kosovë. E tash kishe këta, po më nëhonë kishe në jemë dikush edhe ti e kështu. Turp qoftë, më i Blerta Delio Kodra. Me të vërtet, ti koke njeri i ligë. Me të vërtet. O, ati drejnë cakut, Sokol Halil t'ja hongë shatë zemër. E ka një bik respekt për me, se aj po javdika edhe zortën në bark. Aj për njëf ka ju e shumë mirë. Respekt për atë burë. Shkojna mish, tutje i lutën, se kjo është merë i botës, a? Natin e keni të arrestuar për terrorizëm në Maqedoni. Zoti Krasniqi, jeni në dieni që emri juaj është përmendur sot në Kuvendin e Kosovës dhe jeni konsideruar si terrorist. Komenti ju lidhe me këta? Po jam në dieni, kam dëgju, edhe unë atë vlerësoj. Kjo është në burg, direkt ka folë me tonë burg. Është ai i cili gjithmonë duhet të vendos nga është e drejta dhe nga jo e drejta. Në këtë rast u po shumë qartë se ajo ka gabuar rënd, duke akuzuar Albulin Haxhiun. Qëre mi se dashër, me gjithë respektin që i kom për ta njerëz, qëre, unë me pas konë vend tina, s'kisha lonë sen zez pa i thonë, kjo është në burg, u denu gjëja për terrorizëm, edhe qëre sa mirë, sa kjartë, folë, pa orrejtje, kurse kjo deputete, Lieri, kjo qika Dr. Reshës, që shte kësa koli, me qujtë terrorist, unë nuk e di qëfar shpirti ka, me të vërtet, nuk e di qëfar zemre ka. Nuk e di kaj ka orë kjo logjik, kjo ide, kaj ka orë, me qujtë ta terrorista. Kjo të sigur Blerta mu pagu për Serbis, bre. Që Serbia ka që venisht të fjallë. Maqedonia ka që venisht të fjallë.
Kalzana Vrebal që paguaj për Serbisë, dim bilet, mos bojmë video për ty, absolut. Asar dalë televizor të më qeni vesht. Tregana që paguaj për Serbijën të regull jemë lo, të kuptoj. Pa mu pagu pej pareve tona. Edhe këta engjëj, mi quj ti, terrorista. Bravo. Me të vërtet, bravo, respekt. Ty të lumë. Ty veç, ty edhe shumë tjerëva ka ona juve, ty veç Halil Sokoli vjen juve e akësh. Amo Sokol Halili. Aj për vjen, aj për javdin juve zorë në bargë. Shkojna mi se në gjë me lutëm se është të merë turp për si të balit mi se dasha. Turp po vjen, për vetë vetës. Kjo ka thonë, a mu po vjen turp. Kjo është turp i botës. Këtyne njerëzve, këta njerëz me quj terrorista. Shkojna mi që. Ministrën e drejtësisë, duke mos pas bazë tjetër ku mu ko, si kundër akuzën e përdori rastin Kincet Punati, i soj, unë që të sot jam e akuzuar për terrorizëm. Men de facto kjo dur në anën e armikut, në anën kundërshtare. Lutëm, Cili gjithmonë u që ky po thot me shkollë, unë po thom direkt. Besoj që po më kupton. Se unë po foli me kuptu dhe populli. Kush je ti? Blerta Deliu Kodra. Shkojna miq. kanë qujtë që terroriste, edhe ushtrinë shërimtare të Kosovës, edhe çdo ushtri shërimtare që ka luftuar për drejtat e publik, edhe në vitin 2001, po të njëjtit që ishën. Unë mendoj se ajo ka mas pori ajo ka bu një gabim të madh, duke pos parasysh se është vetë ajo e cila ka votuar dhe ligjin për gjykatën speciale që Futem. UÇK-ja, djemt e UÇK-s, burrat e UÇK-s. Edhe duke po se ishte vetë ajo Blerta Deliu e cila nuk e votoi ligjin për ta ndjekë penalisht Serbinë për E ty qa me thot është Blerta Deliu? Që nuk i kene shkru ligjin për ndjekjen, për krimet e Serbisë që ka më në Kosovë. Pe ka vjen ti, mos vallë vjen pe Serbisë. Sepse ushtarët pe qunë terrorista. Krimet nuk më në shkru, nuk më njef. Serbisë. Ka kiperarën ti bre balë. Hajde PDK, hajde. Hajde votus të PDK-s, hajdeni. Veç vazhdoni që në rrugë të mirini. Unë s'kom kur gjo, kundër personale asnjë. Në çdo video për thëmë, mos ma merrni për të keqe, mos shani, mos ofendoni se sa nuk boni. Unë thjesht po analizojmë video që i qesin këta. Këqijat e PDK-s. Mërë edhe veveja me konë me pasia ata tija qësë. Që të punë e kom. Po, mos me i pranu krimet e sërbe, mos me një shkru. E mi thonë këtyne terrorista, kjo me çdo në koment. Këtu vjen pyetja, nga vjen, kush je? Qëtër pyetje s'ka këtu tjetër me që të dashër. Kush është kjo lo? Je votus të PDK-s, a i pyetni Allah, ka vinë, kush janë? Shkojnë miq? dhunimet në Kosovë që ka bo, Serbia, mbi motrat tona. Go mirë, Blerta Deliu Kodra. Dhe kjo mo ishte diçka e papritur dhe befasi. Unë për vetë nuk kam çka t'i them, veç e them që vazhdojmë atona që dishti mas mjeti. Bravo. Krasniqi, akt akuza të cila rëndon ndaj juve është pikërisht akuzoheni për terrorizëm? A u bazu Blerta Deliu pikërisht në akt akuzën që është bërë karshi juve? Oje, analiste, gazetare, qysh dush me thonë ty? Po normal që këta i kanë denu për terrorizëm. Çka me ndonë, qysh po pret ti, qa po pret ti me denu shka? Për me lache? Amo këta zotrit që jëna të mrena,
përjeshëm, për neve këta janë angel. Nuk e shku këta për qefë ti. Kështë logjike. Shkuna me që? Po kjo djetë se shtetet slave gjithmonë në kanë akuzu të tillë. Edhe një uniform ose një emblem të UÇK-s, nëse të mban si kujtim shpe dhe janë dhënë dikujt gjatë një bastisje, do ta quajnë organizatë terroriste ose terrorizëm. O e dim na shumë mirë o nderuam, o ty Zotit trujt, Zotit poft, e turoj lirim sa më shpejt. Ne e dim të sene krejt. Ne e kena vujt të sene. Një diçka me të pas zonë ty, ose një diçka veç Kosova Republik, në atë kohë me të pas zonë që i këshru dikun, të kanë mytë me burg. Se ne më diçka tjetër. I dim ato sene shumë mirë. Mirë po kjo deputetja PDK-s për nevoja personale se çon dom Kosovën 5 pare që jep. Të thot të akuzon ty edhe gjithë shqiptarë i akuzon. Të gjithë ata që nuk pajtohen me këta. Me këta që ta kanë pru kufinin në Tibrit edhe Albin Kurti e liroj me gjithë Albin Haxhiun. Me gjithë ta që Miti Skenderaj kanë pas gjyret ilegale sërbe. Me gjithë ta që kanë bashkëpunue me shkije 24 orë, që do kur për tyne. E për këtyne mi se dashër, ma vje nuk pritet. Prap për i përsëris, këtyne veç se këllë halini për një lagësh. Respekt për atë burë. Shkujnë e miqë. Këto ta keni qartë, to e din gjithë populli. Prandaj po e thonë, se nëse ti rreshtohesh edhe bazohesh mbos të akuzave të cilët na kanë dhënë këta, atë de facto ti po del ka ona atyne. Na jemi akuzuar në gjithë dim se prej këtyne nuk pres me gjë më të mirë. Absolut. As prej Serbisë edhe as prej Rusisë. Por ata ju pyeta, këtë desha që ta seroj, a prisni që të kërkoj falje deputetja Blerta Deliu Kodra, me që kështu po ju kërkohet edhe prej deputetëve të Aleancës për... O zoj, qëfar falje me kërku, për qëfar arsye? Qysh, njerë po të angulli thiken, tani valla më falë? S'ka nevoj me kërku falje që absolut. Kjo është deputete, nuk gëzon mi thonë të fjallë, nuk gëzon me gabu. Ne që jem popull i thjesht, ne nuk gëzon me gabu këto sene, se kjo deputete e përfason i popull. Shkuna miq? Mërinë e Kosovës. Po, sa ishte edhe Aleanca në qeveri e bëri një hap, fillimisht kërkoj se qiqet termi i kësaj akuze, edhe çdo qeveria pasuse Kurti e kërkoj të njëjtën gjë nga qeveria e shteti. Edhe unë nuk kërkoj persoj që të kërkoj folje, ndoshtë të kërkoj që të ndinë vetë, no. Po, unë kisha mendu se ajo duhet i kërkoj folje mas pori Ministrës Drejtësisë se e ka akuzu për diçka që këtë populli e din se aje masin të tillë. Dëgjane me që dashën i lutëm sa me kulturë fol njëre, për në burg i përjetëshëm. Në burg të përjetëshëm e ka quj terrorist një deputete e Kosovës. Vetëm për i nati personal, që s'ka ku janë gjetë Albin Haxhiut, e ka quj terrorist dhe që sa pa mlef fol, sa qetë fol, e bravo të koftë, që mu për qetë trupi për si të bolit. Mishë dashër, une vesh këtyne me laqeve të Zotit i uroj lirim sa ma shpejt, inshallah ja më nëson Zotit sa ma shpejt. E këta tjertë, mas parit të Blerta Deliu Kodra, oj Blerta, qysh jenë shpirë të ebë Zotit, ma shumë
për ty s'kom. Qysh je në shpirt, ta jep Zoti. Miq të dashur, kjo është video për sot. Ju përshëndes nga diaspora flet, Dangeli, mire pafshëm, vite radhës.